ekipe mirë, që ka cilësi. Kemi analizuar ekipën, kemi parë disa video që na ka dhënë trajneri dhe mendoj se kemi punu taktikisht maksimalisht si duhet dhe mendoj se nuk kemi ardhur këtu për të marrë me rezultat negativ. Jemi fokusuar te ajo që na ka treguar trajneri për dobësinë e ekipit dhe forcën që e ka. Mendoj se do marrim një rezultat pozitiv në fund të ndeshjes që dalim me kokën lart. Mendoj se çdo ndeshje e re është një eksperiencë për mua dhe mendoj se me atë eksperiencë që e kam të ndihmoj ekipën aq shumë sa di dhe sa kam mundësi, që në fund të marrim rezultat pozitiv. Normalisht ne kemi ekipën shumë të mirë, kemi grupin që jemi pozitiv shumë. Normalisht që mungesat tani herë në dinë që kur i ke mungesat aq shumë si që kemi ne që e cek edhe trajneri, mendoj se ne duhet të ngrem kokën lart dhe të japim maksimumin që edhe aty të bëjmë më të lehtë që janë prezent për të na ndihmuar. Normalisht në ndeshjen e parë kemi mund të bëjmë edhe më mirë, marrëshim një fitore të paktën, por edhe barazimi nuk është i keq. Edhe ndeshja e dytë ka qenë pozitive. Mendoj dhe shpresoj inshallah edhe nesër të jetë një rezultat pozitiv.